Pra, ideja lindi para 4 vitesh kur kushërini im pyeti t'ja lexoj temën e diplomës që kishte shkruar dhe u habita kur e pash krejt shkronjat i kishte shkruar me simbolin dollar ose W dhe tani e përdorte atë mundësinë e Wordit për t'i zaventuar. Normal, po, si gjithë. Unë e bona një analizë të tregut dhe u befasua që nuk ekzistonte një tastier e tillë, kështu që thash pse mos me provu me po. Lindi pra ideja Alba Type pas disa vite, sepse përfundova dhe studimet në master ku studiova. Po, atëherë ishte ideja, por nuk u realizua. Atëherë ishte ideja, por nuk i kisha mjetët, as financiarisht, por edhe teknikisht, në mënyrë teknike nuk i kishte. Dhe kështu lindi pra Alba Type, startupi në Prizren, me Selina Prizren. Pra startupi është i Prizrenit. Po. Aty lindin lidhjet e rëndësishme të kombit, edhe nuk mund të mos lindte aty edhe shkruaj shqip. Shumë e bukur, shkruaj shqip. Dhe kjo është në fund të letrës që ai tregon historinë, të gjithë atyre që ju shkon tastiera, ju shkon në një letër shoqëruese, është letër që në rastin tim ka datën 25 shtator kur dhe erdhi, e cila mbasi tregon historinë e S-qës, D-s dhe Sh-s që kanë butonat e veçantë në këtë tastier dhe nuk e pse lodhesh. Thot, urimi. Për mua kjo tastier nuk është vetëm një pajisje. Është një mënyrë për të thënë se gjuha jonë meriton të trajtohet seriozisht edhe në botën digjitale. Në një kohë kur shpesh e mbushim tekstin me fjalë të huaja ose shmangim shkronjat tona, dhe kryesisht këtë bëjmë, shmangim shkronjat tona, është koha të tregojmë se mund të shkruajmë shqip pa kompromis. Alba One